E në vazhdim vjen tek ju rubrika intervista e javës, se me kë jemi marrë do e kuptojmë së bashku tani. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharruara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Zgjedh Dent EOS për një buzëqeshje që ndriçon. Unë e bëra zgjidhjen time e jam duke ndryshuar sigurisht me shërbimet që mora në Dent EOS. Bën punë shumë të madhe, po ka dëshirë që ndrur jashtë. Ka martuar çifte të shumta me performanca të shkëlqyera me violinë. E po kush e mendoi se do të vinte kaq shpejt koha dhe për të? Po, violinisti i njohur nga Gjakovaj dhe fund beqaris duke u martuar me Enkeleta Daia. Në dasmën e Taulant Rucit morën pjesë familjar, miq e dashamir. Nuk munguan as personalitetet dhe personazhet e njohura nga fusha e politikës, artit, kulturës dhe muzikës. Për fillim, për muzikën u përkujdesën dy ikonat e njohura gjakovara. Shkëlqëzan Jetishit Zenit dhe Edi Ermeni, që e kanë kallë këtë aheng. Kesh nuk ja la Sylka Kuqe, cila ka mahnitur të gjithë me dukjen e saj sensuale në të kuqa, tamam me ngjyrën që simbolizon Gjakovën. Po e përmbledhim edhe kanaxhexhen e të bukurës Nusa. Hyrja e Nusës ishte momenti mbreslënës ku shoqërua nga baba i saj. Si atë
Taulanti si Taulant më e surprizoi tashmë bashkëshortën me një performancë të ndjerë me violinë. Çifti kanë lënë të gjithë gojë hapur me lirshmërinë e tyre për t'i menaxhuar situatat e emocionet, duke i ditur që nata ishte e tyre e sy e vesh ishin tek ata. Enkeleda, ashtu si që do dhe tradita, ka ndëruar disa veshje, ku secila ishte më e bukur si tjetra. Është bërë publike dhe fotosesioni zyrtari dasmës, ku më mirë, këto imazhe i shihni ju vetë, fotot flasin sa 1000 fjalë. Për fund shihoni dhe disa pamje të kësaj dasme të ndodhur me një nëntor në Gjakov.